Përshëndetje, mirë se erdhe në një tjetër video këtu në kanalin tim. Të gjithë ju që më njihni, mirë se ri erdhe, dhe për të gjithë ju që jeni të rinj, unë jam Wenxhi dhe sot do kalojmë një ditë bashk. Sa po dolëm nga shtëpia, djalin e kam vënë në bark, pra tummy time, sepse i pëlqen. I kam hapur edhe pjesën e karrocës. Kian, hi! Që të shikoj, sepse është shumë kurioz, për ndryshe nuk mund të ri tummy time pa parë asgjë. Dhe kam gjetur këtë si një zgjedhje shumë të mirë, që dhe ai të bëj tummy time i lumtur, edhe unë po ashtu, sepse është shumë e rëndësishme për pjesën e shtyllës korrizore të djalit, edhe për aktivizimin e muskujve, që i duhen më vonë, për të ndenjur ulur, për të ecur e kështu me radhë. Ora është 11:45, Kian i ka bërë vetëm gjumin e parë të mëngjesit. 20 minuta, jo më shumë. E ka kështu, sikur ka vënë zilen, sikur ka vënë, alarmin. Sa kalon 20 minutë që zgjohet direkt. Sot dita është shumë e bukur, do jetë edhe ngrohtë edhe sot edhe nesër, kështu që pse ta harxojmë në shtëpi. Hajde të dalim, të ha mëngjes jashtë, sepse nuk kisha gjë në shtëpi. Këto 2-3 ditë kanë qenë pashkët, nuk e di se kur do publikohet video, po tani që po xhirohet është një ditë mbas pashkëve të hënës. Pra, e hëna e pashkëve, quhet këtu. Ostermontag. Dhe nuk kishim bler asgjë në supermarket, sepse neve këtë pushimet e pashkëve, kishte Stefani një ditë pushim më shumë se fundjava, pra ashtu në diel dhe të premten, dhe tham, pse ta harxojmë në shtëpi, hajde të shkojmë të bëjmë një ekskursion familjar dhe do shkonim në Zvicër, në Basel të Zvicrës. Ishte diku te 3 orë gjysmë nga këtu dhe menduam, okay, nuk është shumë larg me djalin, por dhe nuk është të shikojmë diçka të re. Në Zvicër s'kishim qenë ndonjëherë. Dhe atë ditë që do niseshim, u sëmur Maçoku, Luk, fillovi duke vjell pa pushim, e quam në urgjencë 2 herë për të bërë skane. Dhe akoma i sëmur është. Akoma dhe pas 4 ditësh, Stefani shkovi prap sot në urgjencë me Luk, sepse akoma vazhdon dhe vjell, edhe pse i kemi dhënë medikamente. Kështu që nuk u bë e mundur vajtja në Zvicër, dhe ne, duke qenë se deri në momentin e fundit do shkonim në Zvicër, nuk vajtëm edhe të blenim. Kështu që shtëpia ishte bosh, dhe nuk kisha asgjë për të ngrënë mëngjes sot. Kështu që po shijoj ditën, do shkoj të haj mëngjes te kafja e qytetit, sepse këtu ka gjithsej 3 kafe në këtë qytetin e vogël. Nuk janë kafe këtu si në Shqipëri, po çdo pallati, mirë do ishte, me të drejtën. Po kemi atë kafen që është edhe furr buke, ka edhe torta, edhe keka, edhe si kafe. Mua më pëlqen shumë sepse është shumë qetë, vinë njerëz goxha në moshë që vinë direkt edhe bëjnë Kianin për të qeshur. Jemi bërë si familje tani, se kaq kafe ka këtu dhe gjithmonë shkojnë të njëjti njerëz. Gjithsesi, po na vjen te treni. Shikoni. Ku është? Ja. Halo. I pëlqej shumë Kianin. Prandaj le të harxojmë ditën bashkë, të blej disa ushqime. Kam bërë gati recetat që do gatuaj në 5 ditët e ardhshme, se për ndryshe blej vetëm gjëra që nuk më duhen. Do t'ja tregoj kur të shkoj në shtëpi. Dhe të blem edhe për Kianin disa gjëra. Po mendoja që sot i jepja brokoli, por me copa të zjerë. Kështu që herën e parë brokoli nuk ju duk aq mirë. Shpresojmë që ka ndryshuar pak shija ti sot. Kian! Ku je, more bukurosh me kapele? U bëre ti për të mbajtur kapele. Deri tani nuk mi heq kapele dhe më pëlqen shumë që i mban, sepse më duket vërtet një aksesor për ta bërë outfitin apo tërveshjen super cute. Kështu që shpresoj që mos të ndryshoj kur të jetë pak më mobil për sa i përket duarve. Deri tani i mban kapelat shumë mirë. Unë nuk e kam lyer sot me krem dielli, është akoma shumë herët, po e kam kremin e diellit me vete në çantë. Dhe ja ku erdhem, te kafja jon. Do shkoj të marr mëngjesin brenda. Qa do haj?
Dhe pasaj të shikojmë Kiani a do na e bëjnë derin të flej gjumë apo jo. Deri tani ka ndenjur shumë mirë, të lumt mama. Nga të gjitha lodrat që ka, do luaj pa tjetër me këto varset e karocës. Ja, mami, ku e ke lodrën, ej, oj, ej, që do andej, do biesh? Kian, këtu. Bravo. Ndërkohë, ky është mëngjesi im. Sotet e prova pak, nuk më intereson. Mora vezë, mora croissant, mora marmelad, gjalp, buk. Nuk e dia do t'i haj do të gjitha, po që rëndësi ka kjo? Rëndësi ka t'i kemi. Komplet ndryshim planesh, nuk do shkoj as të bëj pazar ose diçka, sepse si që thash në fillim të videos kemi pasur maçokun sëmur, edhe Shtefan ishte prapë për herë të tretë në klinik. Nuk kanë gjetur asnjë gjë nga skanerat, mirë po nuk është normale që pas 5 ditësh nga skaneri i fundit nuk ka asnjë lloj përmirësimi, stomaku është shumë i fryrë. Dhe kemi takim për ta bërë operacion urgjent, mirë po Shtefani duhet shkonte në punë, kështu që unë po kthehem nga kafja me djalin. Shkojmë të bëjmë një pauzë në shtëpi të vogël dhe pastaj do të çojmë maçokun në orën 2:10 duhet jem te klinika. Kostot janë shumë të larta. Ku dhe 1.500 euro vetëm për operimin, mos flasim për kontrollet që kemi bërë deri tani. Dhe nëse në operim do dalë diçka që maçoku do të rrijë 1 apo 2 ditë në klinik, 400 euro për ditë, për natën që do rri. Kështu që mos flasim për kostot, thjesht doa që të na bëhet maçoku mirë. Kështu që vazhdojmë videon me komplet një tjetër ide për videon. Në fund, uroj të kem lajm të mirë, edhe jo gjatë operimit të kenë gjetur ndonjë tumor ose diçka, o Zoti i madh. Kështu që shkojmë në shtëpi. Sapo arritëm në shtëpi. Kiani t'ju prish komplet gjumi, zakonisht le 1 orë gjysmë tani në drejt, fjeti vetëm gjysmë ore, sepse unë duke ecur rrugës njëri binte tjelli, s'kisha sa të bëja. Kështu që isha atje dhe Kiani mirë. Të paktën ushqimin e kam gati, kam bërë dje patate me pastinake dhe me presh, edhe me disa 2-3 pika vaj rapsëli. Vaj që është kjo bima e verë. Po ja ngroh tani pak, 20 sekonda, e do t'ja jap. Kam ushqyer fillimisht sepse kam eksperiencën që kur është i uritur dhe i je për të ngrënë, nevrikosen më shumë sepse ai do të piqumësh dhe nuk e hap gojën për ushqim. Kështu që ushqeva pak që t'jetë në humor të mirë. Dhe pastaj do jap ushqimin, shpresoj që sot do haj, se dje e kam shtëpin gërmaj, nuk kam rregulluar asgjë dhe as nuk do rregulloj dot sot, sepse do iki me luk për pak në spital. Kam futur mamit ka bërë 3 buskuqe. Ta provoj? Provoj? Ha, të gërë. Ha? Më t'i e ke qef luga? Pse nuk e ha? Pse nuk e ha? Pse nuk e ha? Shikon sa mirë është? Shikon sa mirë është? Pëlqeu? Shumë mirë. Ha? Hapë kërë?
Nuk e di si do ja bëj me këtë fëmijë, po ky do vetëm qumësht. Ha. Shtë sa njës? Të pëlqeu. Është një ngrënës shumë i keq njerëz, vërtet, domethënë, nuk e di, po. Nga do e kesh marrë, nga mami, dhe unë fëmijë s'kam ngrënë asgjë. Asnjë gjë hiç. Asnjë gjë hiç s'ka ngrënë mami kur e jem fëmijë, sa si ti. Nëse, ne akoma po provojmë. Bravo. Mbarojmë ushqimin. Kam për të pirë vitaminat e mia dhe të jarë dhe vitaminën D Kianit, sepse nuk e kemi marrë. Dhe pastaj për gjysmë ore do nisemi tek spitali. Ndonjëherë thjesht duhet të provosh. Kjo luga këtu nuk i pëlqen te Kianit, i pëlqen kjo luga e sheqerit, që është çfarë është me mami? Jo metal. Ceramik. Tash çfarë ti bëju? Kjo i pëlqen. Ta le pa ushqim, një shikojnë. Ha? Bravo! Bravo! Ndonjëherë është dhe luga problemi. Sa po nisa? Ora është 2:20. Duhet jem atje në 2:10, por klinika është afër. Është një çike vështirë. Me një fëmijë, kisha rrobat për të larë, rrobat për të nder, duhet të ushqeja djalin. Mos më thoni pastaj pse të qenurit mami në emigrim vetëm pas një familje është e vështirë. Ja, sikur tani ta jepja djalin vetëm 10 minuta. Ta jepja djalin diku vetëm 10 minuta, që mos ta merja dhe ta çoja macën në qetësi, po tani kam stres, do më rri djali, do më qaj macja, do më qaj, më vjen keq, e nxora djalin pa fjetur gjumë. Oj. Që ka bllokuar dhe rruga edhe kjo na duhet. Që po nisemi njërë për njërë. Pastaj do takoj një shoqe që të rri aty të pres derisa Luk të mbaroj operimin, mos të vi dhe njërë në shtëpi. Nuk e di domethënë, është një diçka shumë e lodhshme, sa do doja të kisha vetëm një njeri këtu, afër. Po atjetër kam Sarën dhe Charlin, po Sara është në punë. Dhe pa tjetër që nuk është njësoj si familje, duhet të kesh motrën, po kam vllajin, dhe ai është shumë larg, është në punë, është... Nëse rëndësi ka të bëhet Luk mirë, edhe ne do ja dalim. Shkojmë. Ky këtu është spitali. Kian e kam këtu. Luk e kam këtu. Kjo është urgjenca, tani ma morën mackën. Luk. Kam shumë mërzitur, më pak e prekur. E ka mundësia është gjithashtu që ke tumor. Ka shumë mundësi që mund të ketë edhe ndonjë tumor. Kështu që... Ma që ku është tani pjesë e familjes, kupto nuk... Do doja të humbja dhe një diçka tjetër time për shkak të tumorit apo kancerit, siç kam unë për babi. Nuk e di, sikur më u bë një déjà vu, edhe pse babi është gjë tjetër, natja është gjë tjetër, po thjesht nuk kujtoa jo ndjeshmëria që pata atëherë kur mora vesh që edhe babi ishte sëmur. Do më marrin në telefon sapo të mbaroj operimi e ta shikojmë si qyshte. Tani do shkojmë të takojmë një shoqe këtu që shpresoj të mbaroj operacionin shpejt. Edhe mos më duhet të shkoj në shtëpi. Të qëndroj këtu që ta marr me çokën. E
kam lyer një herë Kianin me kremin e diellit, po e lyej edhe një herë. Se mbase e ka fshirë. Nëse ma pyesni çfarë kremi dielli përdor, është ky këtu. Është me shumë të lartë faktori mbrojtës 50+. Kiani po luan me Chelsea. Ja. Mbroj kot nga dielli, i fut mikrobet nga goja. Po pres këtu shoqen time sa të vi. Sa po zbuluar një park shumë të bukur. Kjo updatoja pak. Në morën telefon nga klinika, Luk e kaloi me sukses operacionin. Sepse edhe kjo është një rrezik patjetër, që nuk do zgjojë ose të më. Dhe sot duan ta mbajnë atje, të stacionuar, sepse është më e sigurt që ti shikojnë vlerat, mos ketë ndonjë gjakderdhje të brendshme, mos ketë ndonjë helmim, ndonjë gjë. Akoma nuk e dim fiks çfarë ka. Janë marrë mostra nga stomaku, nga pankreasi. Nuk e di nga një organ tjetër që quhet dam. Nuk e di nëse. Jam shumë e mërzitur, sepse që kur e kemi marrë Luk, që 2 vjet e gjysmë, ai nuk ka fjetur kurrë jashtë shtëpisë, nuk e kemi çuar kurrë në ndonjë pension. Gjithmonë kur kemi shkuar me pushime kemi marrë Dado për macet këtu, apo Sara dhe Charlie kanë ardhur, ose vllai. Asnjëherë nuk ka fjetur jashtë shtëpisë dhe jam shumë e mërzitur se duke menduar ku është tani, si po ndihet nga ana emocionale, mirë po ishte më e mira që ta linim atje sepse ne dhe mund ta merrnim në orën 7 mbas dite, domethënë para një ore. Mirë po mjekja tha, ju lutem lërni këtu, tha se ju nuk mund ta dini, nëse ka një gjakderdhje të brendshme, ai për shembull nuk mund ta dini. Kurse këtu ne monitorojmë, tha tërkohë se di që është e vështirë ta lini macën, mirë po tha, është më e mira për atë. Kam shumë frikë mos ka një sëmundje që quhet SIP për macet, që është pothuajse e pashurueshme. Presim përgjigjet e analizave nesër. Nuk është gjetur asnjë tumor apo një objekt i huaj, mish i huaj në stomak, por është gjetur stomaku që është shumë i acaruar, një virus i rënd, dhe ajo një infekcion i rënd. Tani po e mbajnë po japin antibiotik dhe po japin edhe serum, sepse Luk ka vjell shumë, edhe nuk ka pirë, nuk ka ngrënë asgjë dhe është shumë i dobët. Kështu që unë erdha në shtëpi me djalin, shkova më bërëm blerjet pastaj, përfitova që kisha kohë se nesër inshallah na i japin macen, më çokun që t'jem në shtëpi, mos dal të ri matën në shtëpi. Edhe më pas do gatuaj, e vura Kianin në gjumë tani, funksionovi shumë mirë, dhe tani që jam në stres vetëm ha. Kam bërë këtë tiramisun, po e ha të tërë tani, nuk ndalem dot, jam shumë e mërzitur. Me thënë, ju mund të qeshni tani sepse se është vetëm një mace, po kush ka një kafshë shtëpiakët? Më kupton. Është njësoj si një antar i familjes që mungon tani. Lea, motra e Luk, është shumë e mërzitur se shikon, nuk është vëllai im, ku është, çfarë po ndodh, është shumë e stresuar, as ajo nuk ha, nuk pi. Ja, po ha unë për të gjithë. Stefani është në punë, jam vetëm, jam e mërzitur. Dhe po ha. Dhe ja. Pas trova në që kuzhinën se ishte çdo gjë të merr. Ka për të palosur shumë rroba. Inshallah fle Kian. Pastaj do gatuaj, që të kemi për ngrënë me Shtefanit, që të gatuaj.
Do gatuaj këtë supën me qiqra. Po do ja u tregoj. Do ja u tregoj se është super e thjeshtë, është super mirë. Pastaj që do bëj, do përpiqem të editoj ndonjë video, se e di që nuk do kem kohë ditët në vazhdim. Të kështu përfundoj dita ime kot fare. Mbaroj një këtë unë, pastaj do vazhdoj me punë të tjera. Nuk e di, po nuk ndaloj dot. E keni dhe ju stresin kështu? Ushqime që bleva më shkuan rreth 70 euro. Dhe janë gatime që më duan për 5 ditë, unë zgjedh 5 receta dhe shkoj blej sepse për ndryshe blej gjëra kot. Kam një aplikacion që quhet Bring. Këtu. Edhe këtu për shembull i shkruan gjitha gjërat që duhet të blesh, ja. Mua më ka mbetur pa bler mish i grir, edhe qepulka se nuk kishte. Kështu. Mbarojmë tiramisun, vazhdojmë me punët e tjera. Si thash, sot do bëj këtë recetë këtu dhe këtu janë të gjitha ingredientet që duhet. Çfarë do na duhet për këtë recetë, prandaj më pëlqen shumë ky Hello Fresh, se ka të gjithë ingredientet dhe ka të gjitha hapat që duhet të ndjekësh. Për këtë recetë do na duhen spinaq, do na duhet salcë domatesh, do na duhet direkt edhe kështu salcë speci, pak pikante. Uzhua kjeni, majdanos dhe nga kjo si qep. Hudhër, qiqra, i kam në këtë kavanozin, edhe një qumësht pana. Më duket se u zgjua, të shkoj ta vë një në gjumë, pastaj do vazhdoj me video. E vura prap djalin në gjumë, kështu që le të fillojmë të bëjmë supën para se të zgjohet prap. Supa ka edhe disa copa bukë këtu me hudhër. Nuk e di ti bëj tani apo ti bëj pastaj në fund. Fillimisht do hedhim këtu këto qiqra, do t'i shpëlajmë dhe t'i kemi gati. Do t'hedhim pak qaj dhe do të shtypim 2-3 minuta. Ose grini në rende ose me dorë nëse ju keni dot aqimët, unë nuk i gri dot aqimët dhe s'kam nerva prandaj. Ky është përfundimi i gatimit. Tani thjesht më duhet të pres Stefanin. Mund t'i kisha thekur bukët, por e nisa t'i thekja dhe pastaj do palosja robat dhe i dogja. Voila. Po pres të ftohen tani që t'i hedh. Ta fshe krimin nga Stefani. Tani kam për të palosur robat. Ja ku janë.
Pastaj do punoj ndonjë video dhe ndërkohë Shtefani vjen në orën 22:40, diçka tjetër, pra gjysmore. Kam kohë. Mirë mëngjesi nga dita tjetër. Sot është dita e dytë. Mbasi Maçoku e kalovi ditën komplet në klinik. Sot është dita që po presim të na marrin në telefon për të na thënë që kur mund ta marrim dhe nëse çdo gjë është okay. Analizat fillimisht të gjakut kanë dalë mirë, por po presim për biopsin. Inshallah nuk ka sëmundjen SIP, që është edhe një sëmundje goxha e vështirë për matka. Unë tani po çoj Stefanin tek një shok, sepse Stefani do shkoj të marri makinën tonë, që është diku te 3 orë gjysmë larg nga vendi ku jemi, dhe do shkoj bashkë me një shok të ngasim së bashku dhe pastaj të kthehen të dy me 2 makina. Por duke qenë se kemi pak kohë, menduam të vinim këtu tek drogeria, tek Diemi, sepse kemi për të bler disa gjëra për djalin. Dhe unë po mendoja të shkoja me që jam këtu, është edhe kik diku atje, mos ble ndonjë kapele, ndonjë gjë për djalin. Kështu. Shkojmë blem dhe pastaj do takojmë një shoqe, do ju mbaj të updateuar. Ku e ka kapelën Kian zemër? Se do paguaj babi, shikoj e kam mbushur koshin plot. Edhe patjetër një dhuratë edhe për Kianin. Edhe për Kianin. Edhe për mamin. Faleminderit babi. Faleminderit. Asgjë. Sa i nebri kosur që është. Morëm edhe një kapele tjetër, shiheni. Mbaruam blerje tek drogeria, blevëm gjëra koçës na duheshin, disa. Dhe tani erdhëm në supermarket, sepse si thash Stefani do ikin janë 3 orë gjysmë me makinë dhe ka bler gjëra për të pirë që mos ta zej. Bleva edhe këto qeset. Kështu që më kujtua. Nuk na duhet gjë tjetër zemër het. Mos a gjole ko. Këto do i paguaj unë zemër. Okay? Here, ja, aty recycling. Ne, andere, recycling. Tas. Shikon, bëjmë diçka të mirë për mjedisi. Vetëm eko sot. Vetëm eko, kemi bler bebelina eko, kemi bler kështu për tualetin po ashtu eko. Recycling, që kemi bler tjetër? Kemi bler... Po, ne ndihemi që bëjmë diçka shumë të mirë për mjedis. Po, falenderuse. Po. Zemë qa do blesh, si mbaruam? Dua një ujë. Okay, gej, këtej. Grade? Ndan, si këto. Ja, natyrisht. Stefani duke qenë se e mori vesh tani që do paguaj unë, vetëm blen gjëra. Ka mundësi ti ikim tash? Ha. Si ndije me këto syze. Ein Sprite vielleicht, gibt's so kleine Sprite? Hier, ne, das Wasser. Stefanin e çova tek shoku i vet, dhe tani kam ardhur te Kik sepse ka pas ta syze të bukura për djalin, kështu që më fal, ja do rri mami këtu para te dielli. Ka ca syze të bukura për ndonjë foto të lezetshme. Edhe patjetër që duhet vija. Por kështu që mos të bie djalit dielli në fytyrë. Oba. Ja. Shikoni, syzet, sa të bukra. Nuk e dija ka për bebe, po të shikon. Ka për bebe me mama, shiko, për goca ka kështu me lule, po për cuna nuk dajnë këto. Kupton? Në kem të tjera. Shiko, këtu €1, unë vajta i mora atje për nuk e disa euro. 8 euro në dje. Wow, kia! I mora këto, edhe këto, si duket si mafios. Në që do shkojmë në Itali, ndoshta të marrim dhe një parë babanje. Sa cute që gjori. Me SpongeBob. Po nuk e di tash e cila i bën Kianit. Sa cute. Që se do ta lëm për një ditë tjetër. Shikojmë në një robë, në një kapele të bukur këtu.
të bukura Kian. Okej, gjithmonë mundësi se ku t'i argjoj lekët ja. Gjithsesi për 2 pal pantallona, 3 badi, 3 pal syze, pagova 28 euro, kështu që është okej. Tani do shkojmë të pim kafen tonë. Okej, Kian, dakord ja. Pastaj do takojmë shoqen tonë Solhanën. Do flem qik para. O, sa lumtur jam kur dita është kaq e bukur. Shpresoj që dhe luk gjithë mirë. E harrova fare. Do ja u tregoj çfarë kam bler kur të shkoj në shtëpi. Syzet e tjera të Kianit janë këtu. Këto i morëm të mira. Shikojni. Plot me syze. Edhe kapelën, dhe ja tregoj gjitha në shtëpi. Ora. Është ora 10:50. Jo. 10:45, pra 11 pra 1 çerek. Dhe ne do shkojmë të pim kafen ton të mëngjesit. Oj. Doj, shumë të marrë bashkë edhe një tort të vogël. Ta marrë veten time sot me të mira. Cool është. Kjo është ajo që mora. Kjo torta me çokoladë, edhe latte macchiato. Edhe ne po ham syzet këtu, bollin mbajtëm në sy, tani është kohë që t'i ham. Kian, hey! Mbaruam kafen, Kian i mbarovi gjumin e tij. Tani kemi ardhur në një park. Se do takojmë shoqen tonë Solhanën bashkë me Brunën. Edhe me zi po presim. Kemi ardhur në një park, do t'ja u tregoj. Se dukem kështu e kam ultimonin shumë të lartë, jeta ulta. Po ta parkojmë këtu, nuk e di, po parkojmë këtu. Kam marrë disa snacks për djalin, kam marrë kuverta për të ullur, por shpresoj mos ke marruar ndonjë gjë. Do ja u tregoj parkun sapo të arri aty. Kiani deri tani ka ndenjur shumë mirë, ka fletur mirë, është perfekt. I dhash çelsat e makinës tamam si një djalë. Domethënë me çelsat makine luan 3 ditën edhe kënaqet. Ndërkohë që mami ngjet makinën e qet. Ka marrë dhe një çikuj për vete. Edhe tani arritëm te parku. Pastaj në orën 3:30 do shkoj të marr luk. Çdo gjë duket për momentin okay. Shpresoj që edhe analizat që janë dërguar, biopsia të dalin mirë. Por deri atëherë do na duhet thjesht të presim. Tani për momentin nuk zgjedhim asgjë nëse unë do filloj do qaj këtu edhe të pres për analizat, kështu që le ta shijojmë ditën. Do marr karrocën e madhe të djalit, edhe këtu kam si të thosha gjitha snacks dhe gjërat që mendoj do më duhen për djalin. Marrim dhe këtë çantën këtu që mbase nëse djali do bëhet pis ta ndërroj. Mama, do shkojmë të takojmë Solhanën. Hajde. Mbaj fort? Naj çelsat. Urdhëro çelsat. Nuk shikon dot nga syze. Sa cute që dukesh. Shikoj këtu te video. Kian. Hey. Hajde ta mbyllim. Dale ta mbyllim mami. Hajde ta mbyllim makinën. Gati. Urdhëro. Ha. Piu. Se mos fiz dot. Dale ti që mami sy prit. Ecë, hajde shkojmë një. Bravo Kian. Edhe këtu është parku, është sa i bukur. Po të sistemohemi njëherë do ja u tregoj tamam. Ky është parku. Po thoya ky është parku, se sa kaloi makina e policisë dhe unë harrova që nuk e kisha prerë biletën e parkimit. Dolemi besoj diku në hije që të shikojmë dhe këtë pamjen e bukur këtu. Këtu nuk e besoj se nuk ka shumë punë, po mbas këtu ose atje më tan. Besoj që atje më tan dolemi se nuk ka rrugë dhe më të qeta. Akoma s'po vjen Bruna. Duke pritur jemi.
Ri këtu 2 sekonda. Opa. O bukurosh. Au. Yay! Po. Shi si e haure. Seriozisht e ke ti? Shi. Ua. Kian. Kemi probleme, mama. Bravo. Tash më thuajnë që çka ke bërë ti këtu shtëpi? Brokoli, lule lagër, karrot, panxar edhe tërshër. Po si të shër? Qa ke grirë, qa i ke bërë? Jo, tërshër e kam gati, tek do më. Shi. Si hap ka. Gatit më shumë, pas kisha nxjerr kavanosë. Wow. Po një nxjerr ndarkat. Nëse nuk ka shumë të bërë. Që e pa që më hap gojën kështu. Mbase i pëlqen mjell të shër apo thua? Po. Shi. Atë ja bëra pak me ujë. Wow. More. Ja bëra me ujë, pas e hua këtë. Do t'ja ham sot hanës. Haje, motra, haje, s'ka gjë. Ti e put me gojë. E Kian, pëlqen molla? Hej, pëlqen molla ma. Shi. Ja, tramët ne kemi qef të zbërë. Sot ma. Nuk më ka ndodhur kur që këmisha mos më zbërthet, e kam ngushtë këto sipër, se s'kam pasur kur në jetën time. Kian, kuku. Si qesh. Kuku. Bu. Mbaruam me piknikun, ishte bukur deri diku, deri ta filluan fëmijët që ta ankoheshin, se ju mami nuk e vlerësoni që prindrit po dalin me ju piknik. Na nxirte neve prindrit tanë ashtu se kishim punë nga arat, panesa të lumturoshim. Ndenjëm gati 2 orë. Tani unë po shkoj të marr macën, e kam takimin 3:30, ora është 3:15, në orën 3 besoj që jam atje, po mbas të shkojnë çik më parë që inshallah po ma japin më përpara që nuk ka pse të rri Maçoku aq gjatë. Sa po të marrim Maçokun dhe shkojmë në shtëpi se kemi gjumin e pasdites për të bërë. Erdhëm të marrim luk. Do të bëjmë një pagesën e faturës dhe pastaj të shkojmë të marrim luk. Sa po paguam faturën, tani të shohim nëse mund ta marrim direkt luk. Edhe po, mund të shkojmë direkt tani ta marrim Maçokun. Bileta kushtoi diku të 2300 euro. Pa llogaritur që 2 herë kemi ardhur, kemi për skaner. Do me thënë, këto janë pak a shumë çmimet këtu në Gjermani për një operacion urgjent, si ishte ky joni. Kështu që të shkojmë të marrim Maçokun dhe të shkojmë të gjithë në shtëpi bashkë të lumtur. Apo jo, mami? O i dielli, akoma duke pritur këtu për Maçokun që të bëhet gati. Edhe ne po presim e pak, inshallah edhe Kiani është akoma në marrë të mirë, se po fillon të ankohet. Nuk e din nga do na dali Maçoku. Tash ta përfundoja videon duke qenë se më shkrua një huq i keq që kur jam bërë mami, nga që qan djali dhe haroj që nuk kam përfunduar videon dhe vetëm kur kujtohem kur e editoj, kështu që për ta përfunduar videon, Luk është mirë, është në shtëpi, tani si tash të presim analizat. Për momentin edhe ka ngrënë pak, edhe tani duhet të ambientohet dhe të krijon prapë besimin se e lam për një natë atje dhe një mace është problematike se nuk ta fal. Po ju tregoj për ta mbyllur videon se çfarë bleva në dyqan, tek drogeria dhe te dyqani Kik, edhe ta mbyllim videon me sukses. Tani morëm këto bebelinat që janë të gjitha i kemi marrë ekologjike, që do të thotë kanë të letrën kafe, dhe bebelinës që do të thotë nuk kanë kaluar në një proces blajshëm që quhet zbardhja, që të bësh për shembull edhe letrën e tualetit komplet të bardhë, edhe fasoletat komplet të bardha, dhe është një si të thuash një proces që kursen shumë energji për mjedisin dhe gjithashtu dhe kimikate. Kështu që kemi marrë edhe këto për duar, pra si thash janë këto që janë si ngjyrë kështu kafe, jo të bardha. Okej,
Pastaj morëm gjithashtu ekologjike edhe këto që ndërrohet baby, që shtrohen si mbulesë. Morëm letra të lagura, përdorim këto të Pampersit, që janë 99% ujë. Morëm 2 nga këto letrat me vaj bajame që i përdorim për mirëmbajtjen e lëkurës së bebit, deri tani ka funksionuar. Dhe një me kështu pecë të thata, për shembull kur ja bëjmë me letër të lagur, se për shembull ka bërë nevoja të Kiani që t'ia thaj mos t'ia lëm të lagur dhe t'i veshim bebelinën. Morëm disa letra për bukë, quhen kështu, sepse po pastrojmë tualetet e maceve, ja hedhim një herë këtu rëre që mos mbajmë erë, pastaj në koshat normal. Mora 2, që i thonë, një për koshën e tualetit të vogël dhe një për koshën e kuzhinës, pak më të madhe, 2 qese për flera. Stefani ka marrë një krem për mjekrën dhe një krem për fytyrën, ai përdor këtë të L'Orealit Men Expert. Kianit pasaj morëm syzet që i pat në video, morëm syzet e mia dhe morëm dhe këtë kapelet, nuk e diun, po janë fiksuar me koka sa imja. Janë fiksuar me kapelet e Kianit. Kjo është 48 deri në 49 cm, është pak e madhe për Kianit, po deri në verë do funksionojë. E morëm për 6,90 €. Pastaj çfarë mora te Kiku? Njerëz ka marrë dalli që më falni, po. Se ishin këto syzet nga vetëm 1 euro dhe unë e di që Kiani nuk do i mbaj syzet. Unë e di që Kiani nuk i mban syzet, po sa për të për foto me outfite dhe kam këto me dinosaur jeshil, kam këto që dukesh si kriminal, si mafios. Edhe këto jeshilet këtu, sepse ka shumë veshje të këtillta Kiani, kështu që pse jo. Kiani ka një badi me Shqipërinë dhe gjithmonë thoshte Stefani, ku do t'ja gjej edhe një badi me Gjermaninë, dhe unë e gjeta. Për vetëm 3,99 €. Mora 2 badi me krate gjata, numër 80, sepse Kiani është rritur shumë, 9 deri në 12 muaj janë këto rrobat. Edhe mu duken shumë të plota dhe goxha elastike, kështu që i mora për 4 € të dyja. Pastaj mora 2 palë pantallonka. Këtu për 7 €, shisa të bukra. Ja vesh me body poshtë edhe kapele dhe ja u bë outfit, edhe këto këtu që duken si xhinsa, po janë goxha elastike, edhe këto për 8 €. Këto ishin blerjet, më duhet shumë që ta pastroj dhe ta sistemoj shtëpinë, e kam, nuk e keni ide, shumë keq, por nuk kam pasur asnjë sekond sot. Kështu që do shkoj tani të merrem me Kianin, të merrem me Macën dhe kur të vi Stefani që ka marrë makinën, do t'ja u tregoj makinën në një blog tjetër, do merrem me sistemimin e shtëpisë, ndryshe nuk di çfarë të bëj. Ciao, shihemi në videon tjetër.